Rikthehemi sërish në studio për të diskutuar në lidhje me situatën politike në Kosovë dhe këto deklarata që erdhën vetëm pak momente më parë nga dy kryetarët e grupeve parlamentare të AK dhe Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkohë që në studio na bashkohet Denada Jushi, kolege gazetare. Faleminderit shumë për kohën. Kënaqësia gjithmonë e imja, edhe pse në këtë rast jo për zhvillime aq të mira sa çdo duhet të shihnim nga Kosova. Një vëmendje të shtuar kemi patur gjithmonë për atë që po ndodh në Kosovë, por me sa duket sërish ka një lloj ngërçe politike dhe do të jetë efekt shkak pasojë edhe tek qytetarët. Në cilin statër sot Kosova, kur shohim që partitë politike nuk është se po e gjejnë gjuhën e përbashkët, shohim pak opozitën si të bashkuar, LDK-n kryeneçe të distancuar dhe lëvizja vetvendosi që duket se hera herës edhe po provokon. Prit kryet herës, në fakt duhet thënë. Unë mendoj që gjendja politike dhe polarizimi i klasës politike që pastaj transmetohet edhe tek qytetarët është një gjë që do të prodhoj kosto për të gjitha partitë, pavarësisht se mund të duket se në fillimet dikush përfiton më shumë apo dikush më pak. Nëse shkojnë në zgjedhjet brenda të tjera që me gjas do t'i diskutojmë që do të shkojnë brenda vitit, Kosova do të jetë vendi që do të ketë zhvilluar në 2 vite 4 palë zgjedhje, kur do duhet kishte vetëm një palë zgjedhje në 4 vite, gjë që jo vetëm që nuk i bën mirë shtetit Kosovës, një shtet i ri, dhe në këtë gjë politikën shumë të polarizuar që po e shohim, pra çdo vendim do duhet ishte i matur për një shtet të ri, ndërkohë që e shohim që nuk po ndodh kështu. Dhe jo nga qytetarët e Kosovës, unë dua ta them këtë gjë. Po të duash edhe për diasporën, që ne kemi parë ditën e djeshme, shfaqje të shumtuar në kuvendin e Kosovës, por që kanë vetëm një element dhe një gjë që i përbashkon, që është klasa politike. Kemi një opozitë, siç ti e the, që duket se është e bashkuar në këto momente, po i referohem tani PDK-s dhe AK-s, më së shumti, LDK-ja është ende pa qartë, ashtu siç ka qenë në fakt, me një këmbë duke pritur që të ketë një koalicion me zotin Kurti dhe vetëvendosjes, por ndërkohë nga ana tjetër pa patur një shpresë, sepse ti besosh Albin Kurtit pas disa tratativave, kur ai nuk ka ndryshuar, këtë gjë mund ta bëjë vetëm Lumir Abdixhiku dhe pjesa që po e mbështet atë në krye të LDK-s. Por ajo që unë mendoj që është kritike dhe që do duhet të shihet është që qytetarët e Kosovës në disa zgjedhje rresht këtë përgjegjësi për krijimin e institucioneve ja kanë dhënë një njeriu dhe ai është Albin Kurti, kështu që edhe detyra dhe përgjegjësia për mbajtjen jo vetëm të situatës që po ndodh, por edhe të mos krijimit të institucioneve dhe të mos dhënies së emrit të një kryetari kuvendi kur i ka tashmë të gjitha votat për ta bërë këtë gjë dhe të vetmin element të cilët nuk e ka zotëruar, sepse kështu është e përcaktuar në Kushtetutën e Kosovës që është presidenti, ai aty ngul këmbë sepse do që t'i ketë të gjitha. Ngul këmbë ai apo i ka ngjetur pak sharra në gosht me emrin e Vjosa Osmani që tashmë është në familjen politike të LDK-s, me sa duket është një lloj pozite dhe Abdixhiku për faktin që s'po bën asnjë hap para, por edhe asnjë hap pas për të dalë për të reaguar si s'po bën partitë e tjera opozitare. Nëse nuk e kemi ndjekur linjën se çka ndodhur në këto 2 vite, mund të thonim që ky është një gjë që i ka ngecur në dorë Albin Kurtit, por jo nuk është kështu. Se ne një vit më parë kemi qenë edhe në studio kur ne kemi diskutuar që ai nuk i kishte votat për kryetar kuvendi dhe e ka dhënë emrin Albulena Haxhiut 58 herë. Pra gjithmonë krijon një artific për të thënë që kjo gjëja nuk po i shkon ashtu siç duhet sepse fajin e ka opozita. Tani, para se të shkojmë te zgjedhja e presidentit, le të marrim gjërat me radhë. Ai ka votat për të mbledhur kuvendin dhe për të zgjedhur kryeparlamentarin? I ka. Është fakt tashmë, ja kanë dhënë qytetarët e Kosovës, respektoje këtë vendim. Vjen elementi i dytë, krijojnë institucionet. Ne sot nuk kemi një ministër të jashtëm prej vitesh të Kosovës. Kemi një kryeministër në detyrë që akoma nuk po themi nuk po shkon. Ai do të jetë i njëjti emër, por duhet të ketë edhe institucione, duhet të ketë edhe një qeverisje dhe duhet të funksionojë shteti i Kosovës në të gjitha hallkat dhe kur të jetë puna për president, nëse votat nuk ta kanë dhënë, pra nuk i ke marrë 84, nuk i ke marrë votat e mjaftueshme për ta zgjedhur, nuk ke arritur të bësh marrëveshje, se marrëveshje çfarë është? Unë i kam ndjekur të gjitha kërkesat që vetëvendosja ose Albin Kurti ka patur në raport për zgjedhjen e presidentit, që ka kaluar këto hallkat e tjera që nuk po i mundson, që i ka votat. Marrëveshje do të thotë të bijem dakord, ulemi në tavolinë dhe secila palë duhet të fitojë. Nëse ti i thret opozitën për të bërë marrëveshje dhe vendos vetëm kriteret e tua, atëherë kjo nuk është marrëveshje, është imponim. Nëse nuk bie dakord me LDK-n për emrin e presidentit, shkëpute marrëdhënien,
fillo bisedimet me të tjerë. Nëse opozita ka vendosur tjetë në opozit dhe nuk do emrin tënd, atëherë të takon ty ta zgjidhësh të krizë. Një emër përbashkues. Një emër përbashkues. E kam dëgjuar prej tashmë një viti diskutimin që Kosova duhet ketë një emër apolitik president. Për shembull, unë jam njëri që mendoj që kjo është një gjë e gabuar, ne kemi parë dhe në Shqipëri. Kryeministrat të cilët duan të kenë gjithçka në kontroll, siç është zoti Rama në Shqipëri dhe siç është Albin Kurti në Kosovë, duan të kenë një emër të cilin mund mos ketë asnjë peshë politike, pavarësisht emrit, nuk dua të jem paragjykuese. Pse duhet ndodhi kjo gjë? Kosova ka patur edhe raste të tjera që nuk ka patur marrëveshje brenda partive, po themi konsensus, por është arritur marrëveshje për të patur një emër dhe e kanë tejkaluar, pra nuk mund t'i kesh të gjitha funksionet në A të qenë të gjitha këto direktiva tek emri Vjosa Osmanit, apo me sa duket do që të ketë një figur jo si Vjosa Osmani, jo me atë krede politike. Ajo është kategorikisht kundër Vjosa Osmanit. Dhe mbase një element tjetër që mund ta ketë, si zoti Konjufsa që e ka në grupin parlamentar, apo një eksponent tjetër që mund ta vendosi president, marr vota dhe votbesimin në kuvend, por që pesha politike dhe kredja politike apo vendimarrje mos ketë. Tani, unë mendoj që në raport me marrëveshjen e LDK-s me Albin Kurtin apo me vetëvendosjen, emri Vjosa Osmanit nga ana e vetëvendosjes është një vije kuqe. Ata nuk e duan zonin Osmani, sepse është treguar dhe ka një arsye tim. Është treguar që në momentin vendimtar, kur Kosova ka qenë nën sanksione dhe në problematika që i ka shkaktuar qeverisja Kurti, ka qenë zonja Osmani e cila i ka zgjidhur dhe kjo do të thotë të kesh një peshë politike. Pra, emri i presidentit mos të jetë thjesht emri një presidenti, siç ndodh në raste të tjera që nuk ka asnjë, po themi, nuk duket as Ashtu për Republika Parlamentare që është më shumë si rol honorifik. Ka ende për shkak të kushtetutës, për shkak të mënyrës se si është ndërtuar. Për mua kushtetuta e Kosovës është ndërtuar shumë mirë, ndryshe nga ato që diskutojmë në Shqipëri, që thuhet që është kushtetuta që e paracakton këtë krizën. Fakt jo, politika është një akt edhe marrëveshjesh, është dhe një akt rënjesh dakord edhe me ata që ti ndoshta nuk ndanë të njëjtën linjë. E kemi parë edhe në Shqipëri, edhe në vende të tjera, edhe në Kosovë, po të duash para ardhjes së Albin Kurtit. Ndërkohë që LDK-ja ka të drejtë, ndoshta nga njëra anë, që nëse duhet të hyjë me një kosto shumë të madhe, për mua është kosto aq e madhe sa vjet në pikpyetje ekzistenca e LDK-s nëse arrin të bashkohet edhe një herë me vetëvendosjen. Nëse sot vetëvendosja është një superfuqi elektorale, është për shkak të marrëveshjes së parë që bëri me LDK-n vite më parë dhe për shkak të çarjes që po ashtu pati midis Vjosa Osmanit dhe eksponentëve të tjerë, Isa Mustafa aso kohë. Unë mendoj që LDK-ja jep shumë duke hyrë në marrëveshje me zotin Kurti dhe ndoshta nëse ja vlen vetëm për emrin e Vjosa Osmanit, nëse ata kanë rënë dakord, e mirë kuptoj që kërkojnë vetëm këtë. Vetëm duhet mos harruar që edhe postet ministrore, të cilat i premton zoti Kurti LDK-s, janë shumë thjesht të ndryshueshme në rast se nuk ka një marrëveshje më pas. Kështu që emri i presidentit do të ishte ndoshta një moment ku LDK-ja ka më shumë forcë, sepse në rast se do të votoj, një emër që vjen nga LDK-ja do t'i përkiste, pra nuk ndryshon me votim shumë të thjesht në parlament. Sa i takon asaj që po ndodh, shohim që po ndryshon klasa politike dhe opozita duket se ka një reagim që shkon edhe jo në dhunë, por edhe në konfrontimi, një gjuhë të ashpër me situata apo insinuime në sallën e kuvendit. Po shkon drejt një qasje tjetër opozita në Kosovë duke qenë pak më radikale me gjitha proceset zgjedhore të lodhshme, me këtë jetë parlamentare të ngrirë, me institucione jo funksionale dhe me sy të Bashkimit Evropian që janë tek Kosova, por duket se ka reagime të vakta ose thuajse fare. Po ndryshon klasa politike me këto lloj reagimesh dhe sa në dëm të Kosovës janë këto? Nëse mund të përcaktojmë radikale opozitën që ka patur Kosova këto vite, për mua është shumë larg asaj që ne kemi parë mënyrën se si ka ndërtuar strategjinë për ardhin në pushtet të zotit Kurti. Madje mu duk shumë qesharake, nëse mund ta them kështu, momenti që mbroi nga vezët, ai që ka futur gaz loscielle se ka patur një nga opozitat më të forta të atij. Fenomenin e reagimit të dhunshëm në kuvend. Por ai për vetëvendosja ka patur gjithmonë ose Albin Kurti. Unë i referohem shpesh me Albin Kurti sepse tek vetëvendosja është zbehur çdo imazh dhe është vetëm figura e liderit dhe është figura e Albin Kurtit. Kështu që duket se gjithë qasja e strategjisë është e tija dhe viktimizimi për çdo element që opozita i bën,
duket se i shkon në shtatë, sepse i shton vota për çdo zgjedhje, por ndërkohë është krejt jashtë realitetit, kur e shohim nga njeriu që ka patur një opozitë shumë të fortë, dhe për këtë edhe e kemi përgëzuar në kohën kur ai ka bërë këtë gjë. Opozitë nuk do të thotë që, për shembull, dita e djeshme nuk mund të konsiderohet që ishte përshkallëzim i opozitës. E ka parë zhvillimet në Kosovë me shumë vëmendje. Deputetet e opozitës, vend pune kanë parlamentin, kanë kuvendin. Unë nuk pres që ato do dalin dhe do punojnë në përveç ishim në një seansë të thirrur nga ata të pakonfirmuar nga Avni Dehari që do të zhvillojë një seansë konstituive, veç më tepër me artikulimin që vjen nga lëvizja vetëvendosje që pa arritur një marrëveshje politike nuk do të ketë një seansë të radhës konstituive. Duket janë të qartë. A janë në vendin e tyre të punës? Tani nga mund shkojnë edhe në një të diel tjetër, pra të zgjidhin të gjitha të dielat. Mund të çdo ditë aty, është vendi i tyre i punës. Nuk është njësoj sikur dikush të thotë ty në mëngjes që nuk futesh dot në vendin tonë të punës. Nuk e përcakton dot këtë gjë vetëvendosje, se ata e kanë marrë këtë. Aq vota sa kanë marrë nga votuesit e shqiptarët e Kosovës. Tani nëse ti për shkak të një aktiviteti, nga njëra anë se ka çuditëra aty, nga njëra anë nuk lejon gazetarët për shembull, të cilët ti çon akreditime, kush je, kush nuk je, dhe kalon filtra për të kaluar në kuvend, është institucion, dhe nga ana tjetër ti hap derën me shumë respekt të gjithë qytetarëve të Kosovës. Por nuk mund të bëhet kjo gjë sepse ka vetëm një qëllim, që është përshkallëzimi i qytetarëve, të cilët një pjesë e tyre dukeshin që ishin të mllëfosur, një pjesë e tyre arritën të artikulojnë thirrje të cilat duhen marrë në konsiderat në policinë e Kosovës që pati për një thirrje ndaj Ramiush Haradinajt. Duhet ketë edhe një lloj kontrolli, duhet ketë edhe një lloj shpjegimi pse bëhet kjo gjë. Ti nuk ke një institucion që po funksionon në Kosovë, që pastaj ajo të hapet edhe të ketë një vizitë. Ato mund të ndodhin, mund të ketë përcaktime, kur të mos ketë një moment krize. Në pikun e krizës, kur ti e di që ka deputet opozitës, kur e di që mbështetësit janë të vetëvendosur, se dukeshin shumë të qartë për mërgjimtarët, për diasporën. Tentativa për provokim, për të krijuar situata të reja. Absolutisht, ajo është shumë e qartë. E qartë. Sa i takon dhe nada analizave të ndryshme që e çon çdo kënd mbase në fund të dhjetorit. A janë gjasat, apo ka premisa që kjo të ndodhë që vendi të shkojë në zgjedhje, dhe jo vetëm në zgjedhje, të shkojë në fund të dhjetorit, kur mërgjimtarët, kur diaspora, kur pushimet. Zgjedhjet që me bekimin e Vjosa Osmanit u bën në fund të dhjetorit, është një moment kur ata që duan kthehen në Kosovë, po ashtu u pat tratativa për të bërë në verë, për këtë verë, por u mundsuan vetëm qershor. Kështu që Albin Kurti do një ripërsëritje të rezultatit, duke qenë se në zgjedhjet e fundit votuesit brenda Kosovës e ndoshkuan me disa mandate më dukshëm më pak, por pati gjithashtu sërish shpëtim nga diaspora, të cilët e quan sërish në vota dhe në numra të konsiderueshme, edhe pse nuk ka qeverisur për një vit e gjysmë. Kështu që me gjasa kjo është skenari, duket edhe nga fakti që nuk përrespektohet afati i 30 ditor që është tashmë i njohur, sepse kam diskutuar dhe me eksponentë të vetëvendosjes dhe duan të na mbushin mendjen që kjo gjëja sa ka filluar do dhe 30 ditë të tjera, ndërkohë që Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, 30 ditë që ka përfunduar, ka të drejtë opozita kur e kërkon. Dhe gjykata kushtetuese ka dalë me verdikte të qarta, të prera. Të qarta, pra ripërsëritje një versionit të cilët ne kemi parë së parë. Kjo është absolutisht taktike menduar për ta shtyr me një muaj këtë konstituimin që nuk do të ndodhë dhe për ta çuar në zgjedhje sërish drejt të fundit të dhjetorit. Megjithatë, unë mendoj që më shumë se sa një strategji e mirëfillt e vetëvendosjes duket një mosdëshirë për qeverisur, edhe këtë nuk arrit ta kuptoj sepse. Ka kuptim logjik kur bën një analizë me atë që njeh tek eksponentët politikë të Kosovës. Nëse qytetarët e Kosovës të votojnë në 3 palë zgjedhje, nga këto 2 që ta drejtosh qeverisjen i vetëm, sepse ai ka votat për të qeverisur i vetëm, çfarë i duke pritur? Pra dëshiron që të marrësh gjithçka, pam zgjedhjen e gjitha taktika për të patur një presidente, po themi siç është Albulena Axhiu, që nuk është e zgjedhur, por është thjesht e komanduar për të shkelur këto afatet që një president tjetër nuk do e lejonte. As Vjosa Osmani se ka lejuar, as presidentë të tjerë nuk e kanë lejuar. Duke qenë në urdhrat edhe duke qenë një emër partjak, duke që aty nuk po funksionon as ligji, as kushtetuta dhe me këdo që flasë në Kosovë që i nje përveç eksponentëve të vetëvendosjes, thonë që ka një ngërç që tani më nuk është politik,
po është institucional dhe mbi gjitha kur nuk po respektohet ligji. Na pëlqen apo s'na pëlqen, ligji duhet respektuar. Kudo, nëse është e shkruar në kushtetut, disa fate të cilat duhet respektuar, duhet respektuar, edhe nëse nuk të pëlqen. Vetëvendosja vendos që me që ka shumicën apo gjysmën e votave në Kosovë, gjysmën tjetër nuk e llogaritë dhe do të vendosi vetëm me gjysmën e saj. Dhe në kur mund të jetë momenti që politika, klasa politike, vetëvendosja dhe partitë e tjera të marrin një shuplak nga qytetarët për këto sorollatje që në fund ditës janë të gjitha në dëm të alokimit të fondeve, të investimeve, të një jete politike dhe të institucioneve që nuk funksionojnë dhe gjitha këto kanë efekt zinxhir, shkak pasojë. Do ta nis me një element, kur ne vendosim ose po themi deputetët apo klasa politike apo kushdo që e ka fuqinë të vendos mbi disa politika është shumë e rëndësishme për t'i parë në mënyrë afatgjate. Kur kemi diskutuar për votën e diasporës, kritikat më të mëdha ishin pikërisht për zërat kundër, siç kam qenë edhe unë, që nuk mund të ketë një qytetar i cili jeton në Gjermani dhe në Zvicër, paguan taksa, jeton atje, ndërton jetën atje, të drejtë nga Lipjani apo nga Gjilani nuk ka autostradë për të ardhur në Prishtinë. Pra nuk mund të jetë, a duhet të ketë një përfaqësi të diasporës? Patjetër se janë qytetarë, janë 1 milion që jetojnë shqiptar të Kosovës që jetojnë jashtë vendet, por nuk mund të jenë përcaktues njësoj si ai që përballet çdo ditë me problematikat e shtetit të tyre. Të njëjtën gjë kam kërkuar edhe në Shqipëri. Përfaqësim po, por jo vot të drejtë për drejtë, sepse çfarë ndodh? Nëse qytetarët e Kosovës vendosen që nuk ka qeverisje e vetme e një partie, por duhet gjetur një bashkëpunim, pra vendos disa rregulla, diaspora e ka përmbysur këtë gjë. Dhe ne kemi hyrë në një rreth vicioz në Kosovë të cilën është e vështirë që kjo të ndodhë, nga një anë. Nga ana tjetër, polarizimi është si asnjëherë më parë. Ka patur dhe më përpara parti, o ka patur një rivalitet midis LDK-s dhe PDK-s, o nuk ditë ketë patur rivalitet më të madh. Por ndërkohë është gjetur pika e përbashkët që gjithmonë përballë vetëvendosjes janë në unison. Jo vetëm përballë, por ata kanë patur një rivalitet shumë më të madh. Unë po flas për kohën kur vetëvendosja kishte 8 deputet, kur ishte ende pa përfillshme. Rivaliteti i tyre lidhej deri në momenti kur shteti nuk doli kur më pak se sa pushteti i tyre. Pra ishte pushteti gjithmonë më pak se sa shteti i Kosovës. Ndërkohë që kjo gjë është përmbysur. Sot pushteti i Albin Kurtit e ka marrë përpara dhe nuk do t'ia di pushtetin e Kosovës, sepse nuk mund t'i dënosh qytetarët e vendit që të kanë votuar ty për ego personale të pushtetit të mos qeverisen dhe të mos kenë mundësi për të... Sa janë gjasat në probabilitet në përqindje që vendi që në zgjedhje sërish? Unë mendoj që është rruga e vetme. LDK-ja duket që është e paqartë në busullën e saj, midis fakti që do të mbijetojë luftës së brendshme që ka, një shpresë për të marrë një pushtet, për të marrë një pushtet me zotin Kurti, zoti Kurti që dëshiron të kapë çdo gjë, çdo institucion dhe çdo element dhe të jetë në pushtetin e tij, pikërisht për të patur një sundim shumë të gjatë pushtetit të tij, e nëse do ta arrijë me gjasa për shkak edhe të fajeve të opozitës, do ta shohim shumë gjatë, duke shbërë shumë nga ajo që është bërë në Kosovë, dhe ndërkohë PDK-ja e cila duket që është e ngrirë dhe po pret edhe verdiktin që do të jetë Hag në 16. Më qëndro pak këtu që ti shfrytëzojmë momentet e fundit dhe minutat e fundit për çështjen e Hagës dhe pak javë në ndajmë nga ai vendimi final për rishkrirjet e UÇK-s për të parë nëse gjykata do të vendosë kthimin e tyre në atë apo ata do të dënohen me një pretensë të kërkuar, por me sa duket vendimi final jepet në shtator. Në 16 shtator, në orën 10 do të jetë më konkretisht, po, gati një muaj. Si janë premisat? Po, aty nëse ti bisedon edhe me pjesën e prokurorëve, edhe me pjesën e mbrojtësve, me aq sa kemi mundur të kuptojmë. Po, ndoshta janë informacione të cunguara. Askush nuk di të thotë se çfarë ndodh. Patjetër që palët mbrojtëse janë optimist, sepse sipas atyre që ata kanë parë se seancat kanë qenë të mbyllura një pjesë. Ne kemi parë vetëm një pjesë, nuk mund të themi me siguri sa do e vëmendshme, për shkak kam qenë unë dhe kam qenë aty. Ka seanca të cilat kanë qenë mbyllura dhe ti nuk di se ç'është diskutuar. Por ndërkohë kemi patur edhe dëshmi shumë të rëndësishme që kanë ardhur nga Amerika, të cilat mendoj që e ndryshuan mënyrën se si po trajtohej gjyqi deri në atë moment. Unë realisht përkundër gjithë diskutimit që ndodh, jam besim plot, sepse në fund të ditës mendoj që ata gjyqtarë, tre gjyqtarë, të cilët kanë vendim shumë të rëndësishëm në dorë, kanë vendimin edhe të ardhmës së tyre. Pra, nëse bëhet një padrejtësi në një moment të tillë, hapet një sak për të patur padrejtësi dhe të tjera, se ti e humb kredibilitetin.
Historia e Kosovës është e qartë, dihet kush ka qenë agresori, dihet se kush ka qenë viktima dhe zhbërja pastaj pas disa dekadave nuk besoj se i bën mirë as kujt. Megjithatë, duhet presim vendime, shpresoj shumë edhe uroj shumë që do të jetë pozitiv, që të katër liderët të kthehen, 6 vite nga jeta e tyre është shumë, sidomos për një pjesë të tyre të cilët janë edhe të mëdhenj në moshë, si zoti Jakub Krasniqi, por uroj dhe shpresoj që të paktën këto 6 vite që nuk u zhbën askush, nuk marrin asnjë kontribut financiar, asgjë, të paktën të përkthehet me një liri dhe një dinjitet siç i takon për të kthyer në shtetin e tyre. Denata, të falenderoj shumë. Kënaqësia është e ime, Alba. Shkputemi se